Mirëmëngjes të dashur Demër, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është për të ditur shenja parë është Dashi, është mbreti i ujit, pas na doli mbretëresha e ujit. Të dashur Demër, të më dëgjoni me vëmendje, nga që janë letra vërtet të thella dhe flasin që brenda jashtë. Kujdesu për veten tënde. Po aq, sa kujdesesh për të tjerët, të dashur Demër. Besoj intuitës tënde, ajo të flet qartë edhe kur nuk të thot me fjalë. Jep dashuri dhe mbështetje pa sakrifikuar nevojat ose dinitetin tënd. Mbretëresha e ujit të mëson të jesh një kopsh që lulëzon nga brenda, duke ujitur edhe veten, jo vetëm të tjerët. Nëse nuk ndjek këto këshilla, nëse nuk bën më shumë për veten, po për të tjerët, mund të marrësh shumë mbi vete dhe të ndjeshesh e shtërruar emocionalisht, mund të krijosh varësi nga miratimi ose nevojat e të tjerëve. Intuita jote mund të zbehet absolutisht, sepse do të jesh e përqendruar jashtë vetes, jo brenda saj. Të kujton që dashuria, apo mbretëresha e ujit të kujton që dashuria e vërtet fillon kur përqafon vetveten me poaqë dhe mshuri, sa përqafon botën, të dashur Demër. Prandaj, kthehuni dhe shikoni veten së pari, patjetër dhe të tjerët, por së pari veten në këtë periudhë.